Me sigurinë më të madhe që e kanë. E kanë dhe dëshirën dhe kanë ndoshta edhe më shumë. Ndoshta duhet të kenë atë besimin më shumë në raste të tilla. Pra, unë fatmirësisht e kam pas, nuk kam pas frikë kundër kujdo kundërshtari që kisha përballë dhe mundoja gjithmonë që të shënoja. Pavarësisht, domethënë, koeficientit vështirësisë, mbrojtësve të fortë që kishte ekip, kështu që në këtë aspekt lojtarët tanë kanë gjitha cilësitë dhe mundësitë për të shënuar Anglisë, duhet të jetë vetëm ai besimi që duhet i karakterizojnë në ndeshje të tilla, pra. Sidomos në ndeshjet e sotme që nuk është ai presioni që çdo futbollist ka kur i duhet patjetër pika. Ne sot luajmë një ndeshje luksi kundër një skuadre të madhe, kundër një skuadër me tradita, me histori, edhe para publikut tonë një stadium fantastik. Do thënë kushte më të mira një ndeshje, do thënë që çdo futbollist do ta kishte zili ta kishte në këto kushte që është ndeshja sotme. Kështu që në këtë aspekt unë jam i sigurt që ne sot do t'i shënojmë Anglisë dhe nuk do jem unë i vetmi që i kam shënuar. Shpresoj shumë dhe nëse do ndodh kështu patjetër që do të marr përsëri për ta diskutuar këtë moment se është premtim i madh ky që do shënojmë patjetër rugby. Por megjithatë, edhe kombëtarja kuqezi, po edhe kombëtarja angleze në kaq shumë vite ka ndryshuar. Ti besoj dhe e ke ndjekur. Ku mendoni se tani besimi patjetër që ekziston dhe është, por teknikisht pastaj është e vështirë përballë një kombëtare aq të lartë siç është kombëtarja angleze. Ku duhet të kenë kujdes tani sepse ti ke qenë vetë aty e ke përjetuar një kundërshtar të tillë. Nuk dëgjoj, puna e kujdesit është domethënë është kolektiv. Ne kemi një staf që e ka përgatitur skuadrën, paktën sipas informacioneve do ketë ndryshime në skuadër për arsye të kartonave, pra mos rrezikojnë ndeshjet e play-offit dhe kjo është gjë logjike, mendoj unë, sepse ndeshja sotme ka karakteristikë më shumë prestigji, feste, se sa patjetër domethënë që t'japësh më të mirën tënde në lojtarët më të mirë dhe të rrezikosh ata për ndeshjet e play-offit që janë shumë më të rëndësishme se sa kjo ndeshje sotme. Në këtë aspekt presim që kemi lojtar që do japin maksimumin pa diskutim. Unë uroj dhe shpresoj shumë që ne sot ta sulmojmë Anglinë, të guxojmë ta sulmojmë me krenari për atë çka kemi arrit deri tani. Se fundi fare djemt kanë një merit jashtëzakonshme bashkë me stafin që e kanë çuar punën deri aty që ne këtë ndeshje të fundit mos kemi presion. Fundi fare po luajmë kundër Anglisë që është në vend i parë, është gjithmonë ambicioze për ta fituar këtë trofe dhe sot atë do të futemi si një fest. Nuk e di se karakteristika loje, konstrukti loje ka zgjedhë stafi, sepse edhe formacioni nuk është bërë akoma i ditur, imagjinoni. E kemi, ja, më lejo Rakli, nëse mundesh ta themi sa po është publikuar në këto momente, Shqipëria strakosha në port, Hysaj, Gjimshiti, Aslani, Bajrami, Uzuni, Laçi, Ali, Ismaili, Ramadani dhe Hoxha, është ky edhe formacioni kuqezi, ku do komentojmë bashkë me të ftuarit se si do pozicionohen dhe çfarë presim nga sulmi dhe nga gjitha repartet, ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe ekipin anglez, Henderson do të jetë në port, Kwanza, Rice, Stones, Kane do të jetë edhe kapiteni i kësaj sfide, Bellingham, Burn, Wharton, O'Reilly, Eze dhe Bound. Është ky dhe formacioni anglez. Si do duket Rakli kjo përballje? Kane në fushë përballë kuqezimve. Po, tash i Kane nuk është i vetëm, është lojtar golashënues, tipik golashënues, domethënë është sulmues vetëm për golin. Po tash është ai harxhon shumë pak energji për gjëra koti, themi ne, pra të kthehet lëvizit, bën lëvizje të jashtëzakonshme. Ai lëvizjet që i bën vetëm për të shënuar gol dhe i ka eksakte, i ka domethënë të prerë kështu në mënyrë kirurgjikale ato lëvizjet që bën, ka goditje fantastike, është me kokë shumë i fortë, prandaj është lojtar goli. Por nëse nuk merr topa, nëse nuk funksionon pjesa tjetër e ekipit, Kane zhduket dhe nuk shifet 90 minuta se shef dot. Kështu që nuk është nga ato lojtarë që e merr topin vetë, triblon edhe të bën golin. Në këtë aspekt, tani ti e the shumë shpejt thënë drejt informacionin, edhe i çik dhe interneti nuk ishte i mirë dhe nuk e dëgjova komplet. Kapa vetëm tre pozicione mbrojtje, Hysajn, Gjimshitin edhe Aliin, sikur e dëgjova. Atë të katërt mbrojtje sikur nuk e dëgjova.